Lugina e Shkopetit vijon të tërheqë shumë turistë të huaj. Në fakt, kjo është periudha më e bukur në këtë luginë për shkak të luleve shumëngjyrëshe që mbushin të dy anët e liçenit. Turistë nga vende të ndryshme të botës vinë dhe ndalen në këtë luginë për të shijuar pamjen piktoreske në të gjithë gjatësinë. Askush nuk i reziston pa u ndalur për të shijuar pamjen e bukur që të ofron lugina teksa është duke udhëtuar në rrugën Skura e Burrel. Por ka edhe prej atyre që janë njohur nëpërmjet rrjeteve sociale me bukurinë natyrore të luginës së Shkopetit dhe kanë ardhur enkas për ta prekur nga afër. Fredi dhe Manuela janë një çift i ardhur nga Austria. Ata tregojnë se luginën e Shkopetit e kanë parë në kanale të ndryshme në YouTube, ndaj kanë vendosur ta vizitojnë. Ata shprehen se kanë mbetur të impresionuar në Shqipëri jo vetëm në këtë luginë, por kudo ku kanë qenë deri tani. Ne vim nga Austria, jemi vetëm në 2 veta, unë dhe gruaja ime. Jemi ndalur këtu në këtë pikë vështrim të bukur ku po ndalojnë vazhdimisht edhe makinat të tjera. Po udhëtojmë me një kamper të vogël. Kemi gjithçka me vete, tualeti, një kuzhinë të vogël, një krevat shumë të mirë, tavolinën dhe karriget e kampingut ku jemi ulur tani. Çdo gjë është super. Dua të shmang autostradat dhe rrugët e shpejta që të futem më shumë në brendësi të vendit. Kjo është më interesante për ne se sa qytetet e mëdha apo pikat turistike klasike. Nga pikpamja e natyrës çdo gjë është fantastike. Ne shijojmë natyrën dhe ndalojmë aty ku na pëlqen. Jemi pa një plan fiks. Më vonë do të shkojmë në Maqedoninë e Veriut, pastaj në Greqi dhe në fund do të kthehemi në shtëpi. Çifti austriak thot gjithashtu se në Shqipëri çdo gjë është e bukur, që nga natyra, ushqimi e mikpritja. Për momentin nuk mund të them asgjë negative, jemi këtu vetëm prej 2 ditësh. Pozitive janë patjetër moti dhe natyra e bukur, edhe ushqimi është shumë i mirë. Dje hëngrëm një specialitet shqiptar, një lloj gjelle kombëtare që shijon të mrekullueshëm. Njerëzit janë shumë miqësor, komuniteti ishte kryesisht i sjellshëm, asgjë negative. E pam në një kanal në YouTube. Pash kamperistë të tjerë që kishin udhëtuar nëpër Shqipëri, ne erdhëm nga Bosnia dhe pas kufirit pam një liçen dhe një vend kampingu shumë të bukur. Pamjet në YouTube na bën aq shumë përshtypje sa tham që duhet të vinim këtu dhe ashtu bëm. Çdo vit lugina e Shkopetit tërheq me qindra vizitorë të cilët kanë mundësinë jo vetëm të shijojnë natyrën shumëngjyrëshe të luginës, por edhe ulzën turistike.